Unë do të përfitoja këtu përpara se ju të na zbulonit gjithë thesarin e Muzeut të Shkencave të Natyrës, meqense se jemi duke folur për Sabiha Kasimatin, do doja t'i kushtoja një tribut, pra një le të themi një homazh, edhe mikeshës time personale, por edhe mikeshës së të gjithëve besoj, atyre që janë marrë me aktivizëm dhe me natyrë, zonjës Ina Kasimati, profesoreshës së nderuar gjithashtu të biologjisë, e cila është edhe mbesa, pra është pjesë e familjes e fisit Kasimati, që siç më theti Ani, ka kontribuar, ka qenë pra edhe në grupin e punës që përgatiti vendosin e emrit të Sabiha Kasimatit dhe të këndit që i kushtohet Sabiha Kasimatit. Ina ka qenë një aktiviste e jashtëzakonshme edhe e shoqërisë civile, pra jo vetëm e biologjisë e natyrës shqiptare, por një biologe aktive që ka marrë pjesë në aksione të ndryshme për pastrimin e territorit, për mbjelljen e pemëve në Divjak dhe jo vetëm, dhe ka qenë sigurisht e përkushtuar edhe ndaj Muzeut të Shkencave të Natyrës, duke sjellë nxënësit e saj në vizitë gjithmonë. Kështu që një kujtim edhe për Ina Kasimatin, mikeshën tonë të dashur, e cila është ndarë nga jeta vetëm pak kohë më parë. Unë mendoj që edhe emri Ina Kasimatit pse jo mund të lidhet me Muzeun e Shkencave të Natyrës.